armët bërthamore. Diçka e trisht dhe pa dëshirueshme për njerëzimin, apo jo? Pas një periudhe të gjatë kohore që kur presidenti SBA-s Donald Trump u tërhoq në vitin 2018 nga marrëveshja e nënshkruar e vitit 2015 ndërmjet Iranit dhe shteteve P5+1 mbi programin bërthamor të Iranit për kufizimin e aktiviteteve bërthamore, po i njëjti tani kërkon një marrëveshje të re. Deri tani janë mbajtur 2 takime ndërmjet përfaqësuesit të deleguar të SBA-s Steve Witkoff dhe ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në takimet e para në Oman dhe Rom, fillimisht u diskutua për një marrëveshje të re që nënkuptonte se Shtetet e Bashkuara duan ta kufizojnë pasurimin e uraniumit dhe të vendosin një mekanizëm mbikëqyrës për të garantuar se programi bërthamor i Iranit mbetet paqësor për çfarë Irani pretendon se ka qenë gjithmonë qëllimi i tij. E ndërkohë që po zhvillojnë raunde të ndryshme të bisedimeve, presidenti Trump hap dilemën nëse vërtet dëshiron të negociojë vetëm për mbikëqyrje të programit bërthamor apo ta shkatërrojë plotësisht atë. Only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And they got to go fast. Because they're fairly close to having one. And they're not going to have one. And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us, I'm doing it for the world. Të kujtojmë se marrëveshja bërthamore e vitit 2015 ka në tetor të këtij viti, por cilat janë pasojat? Me përfundimin e marrëveshjes së vitit 2015 përmes së cilës Irani në këmbim të heqjes së sanksioneve ekonomike nga OKB-ja i kufizonte aktivitetet bërthamore, tani Këshilli i Sigurimit të OKB-s do ta humbas fuqinë për të rivendosur sanksione ndaj Iranit. Është kjo pikërisht arsye që SBA dëshiron të arrijë një marrëveshje të re, madje duke mos përjashtuar kërcënimin për një sulm të mundshëm ndaj objekteve të armëve bërthamore të Iranit, mbetet të shohim nga takimet në vazhdim.